Diresht. Faleminderit. Shumë faleminderit që na the po. Bashkë mu bu qefi. Edhe mu shumë. Qishtë kemi, mirë? Mirë, pak ftohë, unë kom qenë pak smut, spodia ka qenë ftohje, po që duket ftohje për fytit, më të marrë antibiotikë që shtu. Unë të shkuara sa ma shpejt. Mirë, e kemi kalu këtë fazën, të pak të unë 2 herë kam pas mrena pak muajsh, du që po të kuptoj, po të kuptoj. Shkojnë besu që ka shfort, që më smu, rallë, njëtë më smu. Edhe kur se dinat ndje njeri i doke që am dole. Ti si e mirë? Mirë, falenderit. Mirë, me punë për çdo ditë në emision, po mduhemi me burgjanat bukra për shikusit, po shpresoj që po na shpërblehet. Po, vjen mirë shumë. A nisi me pyetja direkt të rubrikës. Hajde. Sa kafe në ditë i pin, babuka? Sa kafe në ditë i pi? Max 2, po 1 zakonisht. 1 zakonisht, okej, nuk po e të projshë me kafe. Jo. Çfarë do doni të bënit nëse do t'ishit në gjininë e kundërt për një ditë? A kemi ndunë? Jo, shumë. Mund është me thonë nuk kom në e përzizje. Nuk e di. Unë kom linë me 5 motra, edhe një shumë mirë gjinin edhe në shpe, edhe normalisht e kom një eksperiencë në madhe në jetë, mirë po... Sa me fasmi pas 5 motra, pas ke qeni për gdhelu në i tëne, a? Lezet. Okej, atë kalu të tjetra, pra? Po. Okej, një sekret për ty që nuk e di askush, po ty ke vendos me në e thonë sundë. Pa, s'po di valla qa për thonë. Vështirë? Me kujtu diçka për momentin, okej. Këngëtari më i letë për të punuar dhe ai më i vështirë? Për të bashkëpunu me të, ti ke pas shumë gjithë karierën tonë dhe ke taku shumë dhe keni punu me shumë artist. Po, kom bashkëpunu shumë me unë prej viteve, më thonë, fillim të 80-ave mira me muzike dhe kom bashkëpunu me djetra, më të thëmë me qindra. Nuk kom do një... Unë kom bashkëpunu me... edhe me këngëtar, veç këngëtar, po edhe me shumë grupe. Ma shumë kësha thonë ashtu me grupe dhe... S'kom... Hecë po thema i vështiri, po diçka që janë ma detajist. Kujdi që kërkojnë shumë prova e... që tepër edhe në ato... detajet ma të vogla kujdesen. A mos po jam shumë i pakën, shumë që s'po kom përgjigje, s'po di... Jo, s'ka derë, mu i mu këthi ma ndej, ndërkohë ndështë atë bjenë me ndiqka. Hitë s'ka derë, se kemi mjaftu shumë pytje. Adin ta, kem parasysh që unë si kom pa pytjet edhe nuk di... E di, pra. Edhe nuk e di pse në fakt s'u e praktikoj. Me qenë se këtu pytje janë njëjta përse cilin që vije në këtë rubrikë. Kështu që mundemi me bo me i pa para prakesht, se dënë kohë edhe me u mendu me të kujtu emrat. O, dhe jam smut, se s'desha me ju... Kështë qenë kjo emision dje, unë s'kësha mujtë marë, se kom qenë i shtrim. Mirë po, adin të me thonë, në t'i kësha pas pytjen, të është takë më kishë ranë me ndoni individ ose grupë. S'po më kujtohet, adem pëse nuk kom vërshtirësi unë me njerë. Sepse unë kur shkoj me punu, kur shkoj me bashkëpunu me cilin do këngëtara, po cilin do grupë, unë nisna me qëllimin që thjesht unë me jep ato që ata kërkojnë. Edhe me jep matë miren ata që kërkojnë, jo që ka mu më duket ma e mira. Me siguri që, sigurisht do me thonë, ndodhë që shumë shpesh unë ju jep edhe idejat e mija, thëmë okej, ti pe kërkon që to, ose deri sa dhe punoj në disa televizione, po flasë me grupe, gjithmoni pysa, po të pëlqen qështu, apo dënë qështu, apo dënë qështu, për mu nuk o më rëndësi sa kërkonaj, për mu o më rëndësi a me qeni knaqën, ose ajo, ose kur të tjetër. E vërtet edhe kjo, ndër ne që kemi punu bashkë disa projekte për fund vetë, e di sa bashkë punusi, e di. Mendimi juaj për muzikon Tallava? Muzika Tallava është një stili muzike që cili është kriju të na ka fillu me dalë diku fillim të viteve 90-a. Unë e një shumë mirë ato, që këtë pytje pëzojmë mu i mu përgjigjë pak ma shumë profesionalisht në kuptimin që jo marë pak me këtë temë. Tallava është një muzikë e cila ka fillu pej me dalë prej një farë këngëtare dhe qujtë Tafa, i cili ka qenë shumë këngëtari mirë në stilin e Tallavas. Ato e kam bu rëmpt, edhe e kam bu në mënyrë ajo ka qenë vazhdimësi e defatoreve. Defatoret, nëse ata që nuk e din, defatoret për para kanë këndur në për shpia, në për synë e ti, në për ahengje familjore. Zakonisht kanë qenë, po, ahengjet zakonisht kanë qenë të gratë. Edhe ju kanë përmend të mirat,
që ka me pas, kështu që ka me pas ashtu. Kështu që Tallavaja është një muzikë, një stil i cili është i mirë për qatë stil, ama kështu mu bo si stili për gjithë që mu këndu, nuk i shkon bashkë. Nuk duket që e ka vendin. Po. Okej. Po stil të vetin mirë është. Okej. Muzik playback për shumë e paguar, apo muzik live edhe pak e paguar? Cila duket, pra, muzik playback, por që është shumë e paguar, si rëndëm që shtrohet si tem diskutimi e shumë artistëve që dalin dhe këndojnë playback për paguhen shumë. Atë duket e drejt, kur disat e tjerë... Nuk është e drejt, normal që nuk është e drejt, po vret që komercializmi dhe thjesht fitimi pare të shpejt po ndodhë që shtu edhe ata që... Qa mundim me bu për me ndryshu këto, pak? Po kjo nuk ka lidhe, nuk me Asë është vetëm tek s'ka lidhe me as me ata që këndojnë, as nuk ka lidhe me neve. Kjo periudhë e cila ka arrit në qëtë nivel, mendoj që është periudhë gjatë, na kemi fillu për i viteve, që 20 vite kena fillu pak a shpun me ra në nivel të muzikor, kështu që është normalisht që se pranoj, asë kur që pranon marë, dikush me këndu 40 minuta për shon një CD dhe kështë po imiton, kështë po knoj ajo kur gjoso. Muzika live dhe bandit është shumë ma e vlerësume dhe ishdesh që ajo me qenë si standard për me ju shërby edhe jo vish klientve në po flasë në për koncerte apo klube, mirë po më përgjithësi që ajo është nivelli i muzikës. Mirë po tash komercializmi e ka bot vetën edhe njerëzit dojnë për pak kohë me fitu shumë para, instant, që s'ka shumë shpejt. Fast food, Fast food, po. Ajo, ma shumë kisha me thonë, është qashtu diçka, si fast food, ose gjithë që ka një euro. Ose gjithë që ka një euro, okej, s'ta e niva për herë po, shumë kreative. Zëri, kujt mungën ta dëgjash qoftë edhe njëherë? Po, normalisht, unë ka vdek baba stenë. Unë ka vdek baba, shqyqyr, ta tjerë t'i kom gjallë, po... Okej. Gënjeshtra e fundit që ke thënë? Nga këto të bardhat, ndoshta, gënjeshtra të bardha që themi për me unëzirë për ndoj situate, apo nuk i praktikon? Je shumë i drejt për drejt? Po, nuk i praktikoj, ndonjerë ndodhë, nuk e quj gënjeshtër, po unë jam edhe instruktor, edhe po mja mësim një kodë gjatë në muzikë edhe jepi, edhe jom instruktori sport edhe të ndryshme, edhe ndodhë shumë shpesh me i motivu, kur dikush e shet që do në arriti, shumë mirë e ki bo, nuk e gënjen, po e motivan. E motivan, okej, këto pranohen. Cilën e konsideron si që mendurin matë madhe që e ke bu në të 20-at? 20-at? Pa në atë kohë dhe kom pi alkohol, mendoj që ka qenë qmenduri, adhe nuk kom pi qatë shumë që me thonë qmenduri, veç më do këtë qmenduri me pi, adhe në qashtu, adhe me pi të natën, edhe që nesër, me pi mandi i pratë në natën tjetër, qmenduri. Budallaki. Ka qenë e fështirë si periud, apo në qatë moment? Po jo, nuk ka qenë e fështirë, po më do këtë budallaki, tash unë as alkohol nuk pi, as cigare s'pi, as kur gjithë s'pi, thëmë që shku mujtë me bo atë cena atër. Qështë duket kur ishe të tjerët, ose sa tenton mi adhon këtë kshilën tonë dhe dikujt që është në të 20-at sot? Mendoj që s'mundesh njerëzve që i kanë vitet e 20-at, s'mundesh mi të regu, është të pa shmangshme, ata pajet e i kalu vetë, nuk mundesh me jaskjaru kërkuj gabimin. Duket që njeri ma shumë sënë për përvojë se sa për ndoshta që kjo edhe në libër shkru që s'banë, po njeri e lexon, po prapë vepron. Edhe cigara njerë që pinë e din që s'banë, po pinë. është qmenduri, bënë vetit keqë. Nuk nevojitet atë gjo. Okej. Me cilin shtet do e ndroje Kosovën për tjetuar? A ka ndoj vend që për gjatë viteve të pëlqen shumë, shkon shpesh edhe nuk është se ke shku kështu në përmendje? Apo folë për shtet, ha? Nuk e di, unë s'kom shku, po më dhej, kom qenë në Evropë, kom qenë pak lindjet mesme, kom pa shumë vende, po tash, kishe pytë, ndoshta disa vite më herët, kisha pas ndonjë përgjigje. Po tash mendoj që Kosova, pavarësisht çfarë probleme, kemi shumë probleme, prej politikës, ekonomike, shoqërore, kulturore, i dim këtë probleme. Mirë po mendoj që Kosova është pozitën gjeografike fenomenale edhe të e marrë parasysh shtetet tjera që ka kanë,
nuk është mirë me lakmu diçka ma shumë se Kosova. Mendoj që Kosova është perfekte. Mendoj që e ka pozicionin geografik shumë të mirë, mundesh më shku në deti për 2-3 orë, po flasë për Prishtinës, se për Pejës, se për Shabodinës, për Mitrovicës, për cili do vend, mundesh më shku përzojnë për Prishtinës në skem për një orë. Adhe është vend fenomenal. E vërtet, që pak vende në fakt ti ofrojnë kretë këto mundësi. Edhe detin, edhe skimin. Edhe njerëzit në Kosovë, pavarësisht që kanë ndryshuar shumë, prap ka njerëz të mirë në Kosovë. Në krahasim me vende tjera ku njerëzit e harrojnë në farë mënyra jetën sociale, jo sociale. Mendoj që ende ekziston një farë dashurije sociale njerëzve, edhe pse s'kan ata rinë dalin. Jo ndë mungesa shumë të mëdhaja. Mirë, po kur shkon njeri, ki vrejt që shumë shpesh po shkojnë edhe trit, po shkojnë në Gjermani, po shkojnë që ati po duhet vish me punu, po kanë jetë sociale, tash apo do në... Kur i vën peshore ato, kur i qetë peshore, po mendoj që nuk e kësha ndru Kosovën. Okej, jam të 2 pyetjet e fundit. A ke përfunduar njëherë në stacion policor? Jo, kur. Jo. Okej, këshill... As para luftës, as mbas luftës. Okej. Ke mujtë me shku edhe si dëshmitari në rasti ose për kundërvajtje aksident kujt Jo, ato jonë... Jo, veç kur kom lajmëru ndo një problem që ma kam bu mund lokalu, që kështu jaja, kur një temë s'kom qenë polici. Këshilla më e mirë që t'ka dhonë Nana? Shkila... Pa fund jo për Nana? Nona e për pa fund. Po diçka që ty të mbetet mendje dhe ndoshta e ke praktiku edhe ti në rolin e babës? Po, mendoj që, për shembull, unë kur kom qenë fëmijë shumë i vogël, unë e kom shpinë, unë jem Pipejës, edhe pavarësisht që jetoj në Prishtinë kom marrë që 26 vjetë. Kur kom qenë ndërsta 5-6 vjetë, unë e kom shpinë qendër të qyteti, Pejës, edhe aty ka qenë qashia, dhe unë më kujtohet njeri kom gjetë të pare, edhe më shkuj kom thonë nona që gjeta qëto, edhe nona më ka kapë për dore, dhe më ka po kuj gjeta qëto, ne qëto. Këthej? Kur më si me pare, të kur kujna. Mendoj që ajo, adin më kalon për shtypje që kur më s'me marrë diçka që nuk është të jotja që është të zhja. Shumë e bukur kjam. Dhe qështu të kom pyetje, tani pëse si ke ditë? Kleta, a? Po vjojnë keq që s'pata ndoshta mundësi mu përgjigj. Jo, përgjigj e krejt, veç nëse donë me u rikëthy edhe një herë të kjo këngëtari më i lidhë dhe me detajistin, ndoshta që ke punu ose bendi, kjo në mbet. Se të tjera të përgjigj e krejt. Kur të mirësh me shumë, unë e thash... Për shembull me Arbrin, atë ka rë me punu në janë? Shumë. A është i leta e vështirë Arbrin punu në janë? Knaqem kur bëj muzikë bashkë. Na thuj, diçka të keqe, se veç po e lavdojnë gjithë që po vinë. Jo, Arbi është jo i zakonshëm, është i jarë zakonshëm. I jarë zakonshëm. Buka, faleminderit shumë. Në këtë loj po e quajtonën, që përmes përgjigjeve miret kjo përshindja e Angel apo djallë, je 75% Angel. Unë nuk e di, di që kom qenë edhe jom në qatë smut, edhe thash mos nuk po jom shumë i edhe ashtu komunikativ, mirë po, thanks God. Jo, ki shumë mirë edhe vlerësoj shumë që ani pse në gjendje të rëndume me shëndet, na ki ndërru dhe kjo. Jo me pas, a fytin jam t'i marrë antibiotik, se mësu kur s'ko marrë njëtë gati. Se mësu mu s'mu. Po të kuptoj, quftë të shkuar, të kaluft sa ma shpejt. Faleminderit që erdhe dhe me babukën këtu më po më përmbyllë dhe takimin për sot, Arbër faleminderit, nuk kam ko, se falem, babuka më thot s'kemi fol shumë, po ne na ikën minutat.